Dikur ishte një nga njerëzit më të pasur në Azi, sot Hui Kaiyan do të kaloj pjesën tjetër të jetës pas hekurave. Themeluesi i gigantit kinez të pasurive të paluajtshme Evergrande është dënuar me burgim të përjetshëm nga një gjykatë në Shenzhen. Hui u shpall fajtor për disa vepra, mes tyre mashtrim financiar, keqpërdorim fondesh, mbledhje të palishme parash, mashtrim me letrat me vlerë dhe rishfet. Gjykata vendosi gjithashtu konfiskimin e të gjithë pasurisë së tij personale, por historia e Hui Kaiyan është edhe historia e një prej kolapseve më të mëdha të sektorit kinez të pasurive të paluajtshme. Ai themeloi Evergrande në vitin 1996 dhe përmes huamarrjes së madhe e zhndërroi kompaninë në një nga gjigantët e ndërtimit në Kinë. Në vitin 2017, pasuria e tij personale vlerësoi në rreth $45 miliard, por modeli i zgjerimit përmes borxheve e solli krizën. Në vitin 2021, Evergrande dështoi në pagesat e saj, ndërsa në vitin 2024 një gjykatë në Hong Kong urdhëroi likuidimin e kompanisë. Borxhet e Evergrande arritën në rreth $300 miliard, ndërsa procesi i shitjes së pasurive ka qenë shumë i ngadalt. Evergrande u gjobit me miliarda yuan, ndërsa edhe drejtuesët të tjerë të kompanisë morën dënime të gjata me burg. Nga një pasuri prej $10 miliard te konfiskimi i pasurisë dhe burgimi përjetshëm. Rasti Hui Kaiyan është një prej shembujve më spektakolar të rënies së një miliarderi, por edhe për një palajmërim për rrezikun e një perandorie të ndërtuar mbi borxhe.